Të shtunën me 28 mars ora 10:30 në Drilon në Pogradec do të zhvillohet punëtoria Praktikat e mira nga Go2 Albania. Në kuadër të projektit Jeta për rrethujit, banorët e dukshëm dhe të fshehur të liçeneve të Ohrit dhe Prespës, që zbatohet nga organizata Shtëpia e Gjelbër në Pogradec dhe në Prespë. Gjatë këtij aktiviteti, ekipi Go2 Albania nga Shkodra do të ndajë përvojën dhe praktikat e tyre në mbrojtjen e biodiversitetit dhe evidentimin e specieve në ekosistemet ujore. Për të bërë pjesë, ju lutemi regjistrohuni përmes linkut të publikuar nga Shtëpia e Gjelbër. Projekti Jeta për rrethujit është pjesë e programit Greenal, mbështetje e organizatave të shoqërisë civile 2024-2027, financuar nga qeveria suedeze përmes SIDA dhe zbatuar nga Koplan në bashkëpunim me Vis Albania dhe Kooperacione per lo Sviluppo.